Gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë ka në radhët e saj një gjyqtar që para se të vishte mantelën, ndërtoi pasurinë me lekë të padeklaruara nga emigracioni, me toka që i zhdukte nga deklaratat dhe me një apartament që e shiste e riblente me kushërierin e tij, sikur të ishte një lojë tavoline. Ky është Gentian L. Marku, i njohur ndryshe si gjyqtari berishist, një militant i Berishës në sistemin gjyqësor. Miratimin e vettingut e mori më 28 janar 2022, por dosja publike tregon se Komisioni i Pavarur i Kualifikimit zgjodhi të shikonte nga dritarja, jo nga çarja e derës. Xhambazi i familjes së Berishës kaloi pa asnjë sankcion. Ky artikull hap dosjen, vijon me bëmat e tjera të këtij gjyqtari, që ka shndërruar mantelën në fanell partie. Gentian Luigi Marku lindi më 29 mars 1980 në Blinish të Lezhës. Para se të bëhej gjyqtar, jetoi në Itali për 3 vite e 2 muaj, nga gushti 1999 deri në tetor 2002, në Bra, Cuneo dhe Torino për arsye ekonomike. Pas kthimit përfundoi studimet në Universitetin e Shkodrës dhe u diplomua në Shkollën e Magjistraturës në 2015. Emrimi i parë si gjyqtar erdhi më 23 qershor 2016 në Puk, që atëherë itinerari i tij përbën një model lëvizjesh të pazakont, stazh në Lezhë, pastaj Puk, më pas komandim dhe transferim në gjykatën administrative Shkodër, kthim në Puk, kalim në Lezhë, më pas në gjykatën e Tiranës dhe tashmë prej shtatorit 2025 në gjykatën administrative Tiranë. Brenda vitit 2023, Marku aplikoi paralelisht në 3 gjykata të ndryshme, Durrës, Tiranë dhe Lezhë. Ky intensitet aplikimi për lëvizje nuk i ngjan profilit të një gjyqtari të vendosur në karrierën e tij rajonale, por të një shërbëtori që synonte aty ku i thoshte partia. Bazuar në dosjen e vetting, familja Marku përfitoi 28.225 metra katror tokë në fshatin Piraj të Blinishtit, me akt të marrjes në pronësi të datës 15 maj 1995. Sipas ligjit 7501, pjesa takuese e secilit antar familjeje ishte 1/6. Më 19 maj 2012, prindrit L dhe D Marku i shitën djalit Gentian 3 parcela toke në fshatin Piraj me një kontratë vetme notariale. Sipërfaqja totale prej 13.954 metra katror kishte vlerën 3.571.824 lek. Anomalia e madhe është kjo. Këto 3 parcela figurojnë në deklaratën para fillimit të detyrës të vitit 2014 dhe rishfaqen vetëm në deklaratën e vitit 2022. Në mes, për 5 vite ravazi, 2017, 2018, 2019, 2020 dhe 2022, Marku i fsheu ato nga deklaratat. As bashkëshortja D Marku nuk i deklaroi në deklaratat e saj veçmas për këtë periudhë, vetëm pas konfirmimit nga KPK në deklaratën e vitit 2022. 3 parcelat rishfaqen, kësa herë të deklaruara me 50% pjesë takuese dhe me burim krijimi kursime në emër të bashkëshortes D Marku. Marku justifikua se babai i tij si kryefamiljar kishte menaxhuar shitjet e tokave, por ky shpjegim nuk e shpjegon dot pse tokat u zhdukën plotësisht nga deklaratat për 5 vjet. Pjesa më e ndërlikuar e dosjes financiare të Markut është historia e një apartamenti 69.05 metra katror në qendër të Lezhës. Ky apartament kaloi në përduart e gjyqtarit 2 herë dhe në përduart e kushërierit të tij gjithashtu 2 herë brenda 6 vitesh. Kronologjia e plotë sipas kontratave notariale të rikonstruktuara nga KPK. Më 13 korrik 2010, Marku e bleu apartamentin nga shitësi NG për 3.605.000 lek. 7 muaj më pas, më 7 shkurt 2011, ashiti të njëjtin apartament kushërierit të tij, JM, kushërieri i dytë nga babai, me të njëjtin çmim, pra pas një fitim. Pas vetëm 11 muajsh, më 26 janar 2012, kushërieri JM ja rishiti apartamentin Markut për 3.670.007 lek, 65.007 lek më shtrenjtë. Më 29 shtator 2016, Marku e shiti përfundimisht apartamentin tek shtetasi AP për 3.100.000 lek, duke pësuar një humbje neto prej 570.007 lekësh krahasuar me çmimin e riblerjes. Shpjegimi i Markut para KPK-s ishte ky: kushërieri JM donte të blinte apartamentin për djalin e tij që të mos shkonte në emigrim. Pas blerjes, kushërieri dhe djali u larguan për në Greqi, ndërsa Marku vazhdoi të jetonte në apartament pa pagesë qiraje për 11 muaj, por kushërieri u kthye pa lagështirë në tavan, ashensor që nuk punonte dhe shkallë të papastra, kërkoi t'ia kthente apartamentin. Riblerja u bë me një çmim më të lartë për të mbuluar shpenzimet notariale dhe të udhëtimit nga Greqia. Ky shpjegim nuk shndron dot para logjikës ekonomike. Gjitha problemet teknike që Marku tha se i zbuloi kushërieri pas blerjes, lagështira, ashensori, shkallët, do të ishin vënë nga çdo blerës i mirëfillt para nënshkrimit të kontratës. Modeli i shitjes, mbajtjes dhe riblerjes brenda 17 muajsh me një antar të familjes, ku
ku gjyqtari mbetet vazhdimisht banor i banesës, përbën një skem të njohur për fshehjen e burimit të ardhurave. KPK-ja e pranoi shpjegimin e Markut si bindës, pa hetuar burimin e parave të kushëririt JM dhe pa marrë në pyetje vetë kushëririn. Marku deklaroi fillimisht se blerjen e apartamentit në vitin 2010 e kishte financuar pjesërisht me hua nga prindrit e bashkëshortes në shumën 1.240.000 lek, por hetimi i KPK-s zbuloi diçka tjetër. Shuma prej 800.000 lekësh ishte tërhequr më 8 korrik 2010 nga një llogari bankare bashkëemërore në Tirana Bank. Kjo llogari përkiste LG, vjera e Markut dhe vëllait të saj PP, dajo së bashkëshortes së Markut. PP jeton dhe punon prej vitesh në Republikën e Greqisë. Preparat me cilat Marku bleu apartamentin në 2010 vinin pjesërisht nga llogaria e dajos së Nusës në Greqi, jo nga prindrit e bashkëshortes, siç ishte deklaruar fillimisht. Kur u përball me këtë gjetje nga relatoria Brunilda Bekteshi, Marku dha këtë justifikim. Jam referuar deklarimit verbal që më ka dhënë vetë vjera ime, një gjyqtar i emëruar nga shteti shqiptar për të interpretuar dokumentet, pra e deklaroi origjinën e 800.000 lekëve, duke u bazuar në fjalët verbale të vjerrës. KPK-ja përllogariti se PP dhe bashkëshortja e tij TP kishin mundësi të kursenin rreth 11.427 euro gjatë viteve 2004-2009 dhe mbi këtë bazë konkludoi se shuma 800.000 lekë ishte justifikueshme. Deklarata notariale e PP u nxorr më 20 dhjetor 2021, plot 11 vjet e gjysmë pas transaksionit dhe pikërisht kur Marku po kalonte vetingun. Për të justifikuar burimin e parave për blerjen e tokave 3.57 milion lekë dhe të apartamentit 3.67 milion lekë, Marku pretendoi të ardhura nga emigracioni në Itali në periudhën 99-2002. Në pyetësorin e KPK, ai deklaroi se kishte siguruar mesatarisht 1.500 euro në muaj, rreth 18.000 euro në vit, pra gjithsej rreth 51.000 euro për 3 vjet. Por dokumenti i vetëm zyrtar që Marku arriti të sigurojë nga institucionet italiane dëshmon vetëm 24 javë periudhë sigurimi, me të ardhura neto 4.376 euro. Kjo shumë i përket 6 muajve të fundit të qëndrimit të tij në Itali, nga qershori deri në tetor 2002, kur ai u rregularizua sipas ligjit Bossi-Fini për periudhën e mëparshme gusht 99 deri në maj 2002, gati 3 vjet. Marku pranoi se kishte qenë pa dokumente qëndrimi dhe kishte punuar i pasiguruar për një punëdhënës italian në ndërtim, emrin e të cilit nuk e dha. Trupi gjykuesi KPK e cilësoi shumën 4.376 euro, thjesht si indicie në nivelin e një prove indirekte dhe nuk e përfshiu në analizën financiare të kursimeve. Pra KPK pranoi se mungonte provimi ligjor i të ardhurave nga emigracioni, por nuk nxori asnjë pasojë. Në deklaratën e vitit 2020, Marku deklaronte një bilanc llogarie rrjedhëse për 1.098.634 lekësh dhe një investim në fondin e investimit Credins Prestige për 1.367.409 lekësh. Në fund të vitit 2022, familja Marku zotronte një depozit bankare shumë emërore me bilanc 5.900.000 lekë. Brenda 24 muajve, pra, familja Marku akumuloi rreth 5.9 milion lekë depozit të re. Të ardhurat totale familjare neto për vitet 2021 dhe 2022 ishin rreth 7 milion lekë. Paga e Markut si gjyqtar rreth 2.8 milion lekë në vit, plus paga e bashkëshortes Drita Marku si mësuese rreth 700.000 lekë në vit. Depozita 5.9 milion lekë përbën një pjesë domethënëse të këtyre të ardhurave. Trupi gjykuesi KPK-s nuk hetoi periudhën pas vitit 2021. Vetingu kishte mbyllur fazën e dokumentacionit pikërisht atëherë. Një gjetje tjetër nga vendimi i KPK-s lidhet me pasurinë e familjes Gjergji. Bashkëshortja deklaroi në vitin 2015 pjesë takuese 1/6 në një pasuri prej 480 metra shkatror në fshatin Piraj, e përbërë nga 300 metër katror truall me një ndërtesë 161 metër katror dhe 180 metër katror pemtore. Pasuria ishte regjistruar në emër të babait, G. Gjergji, në bazë të VKM-s numër 266, datë 8 gusht 1991. Korespondenca e KPK me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës Lezhë zbuloi se pjesa e pemtores prej 180 metër katror ka kaluar në pronësi shtet dhe nuk i përkiste më familjes Gjergji. Vetëm trualli 300 metër katror me ndërtesë 161 metër katror figuronin si pronë private. Pra Drita Marku deklaronte pjesë takuese në një pasuri që pjesërisht nuk ekzistonte si pronë private. Rregullimi erdhi gjatë muajve të vetingut, më 17 nëntor 2021, pikërisht kur KPK po hetonte dosjen e Markut. Babai i bashkëshortes G. Gjergji aplikoi në ASHK Lezhë për regjistrimin e 180 metër katror pemtore. Vetëm pasi Marku u pyet nga KPK për këtë anomali, familja u kujdes të rregullonte regjistrimin. Trupi gjykuesi i KPK pranoi në vendimin e tij se analiza financiare për periudhën paraemërimit kishte dalë në balancë negative në vlerën 1.329.497 lekë, por vendosi se kjo nuk justifikonte penalizim sepse i përkiste periudhës para fillimit të detyrës. Pra KPK e dinte se Markut i mungonin burime të provuara për mbi 1.3 milion lekë,
por nuk e ndëshkoi. Së pari, mospërputhja sistematike midis deklarimit fillestar të Markut për prejardhjen e parave prindrit e bashkëshortes dhe burimit faktik ndaja i nuses në Greqi përmes llogarisë bashkëemërore me Vjerrën, Marku nuk u ndëshkua për këtë mospërputhje. KPK-ja zgjodhi të besonte shpjegimit retroaktiv se ai ishte referuar deklarimit verbal të Vjerrës. Së dyti, modeli i blerjes, shitjes dhe riblerjes së apartamentit me kushëririn jo më brenda 17 muajsh. KPK-ja e pranoi shpjegimin për lagështirë dhe ashensor, pa hetuar burimin e parave të kushëririt dhe pa marrë në pyetje vetë kushëririn. Së treti, ngesa e plotë e deklarimit të 3 parcelave të tokës nga viti 2017 deri në vitin 2021, Marku i fshiu ato nga deklaratat për 5 vjet radhazi. KPK-ja nuk kërkoi asnjë shpjegim për këtë. Së katërti, depozita 5.9 milion lek e shfaqur menjëherë pas mbylljes së fazës së dokumentacionit të vettingut. KPK nuk e hetoi dot, sepse periudha ishte jashtë kontrollit të saj. Deri këtu historiku i pasurisë dhe i vettingut të gjyqtarit Berishist. Kjo është vetëm pjesa e parë. Në artikujt e ardhshëm do tregojmë bëmat e tjera të xhambazit të Berishës, vendimet që mori, lidhjet që fsheu, mënyrën se si u shpërblye me transferime të shpejta pas konfirmimit. Gentian L. Marku mund të ketë kaluar vettingun, por nuk e ka kaluar dot uraganin me fakte që po vjen drejt tij.